Atëherë, ja ku është çmimi, ato që kemi marrë ne që do me thënë shumë të mira, ja ku është 80-53 vetë bashkë me bira, bashkë me porosin këtu që Adriana ne donte me vete këto, I do t'i haj Adriana këto me vete, me spesdik, janë chicken nuggets edhe patate. Pra, t'imagjinoni këto kanë kushtuar të gjitha 80-50 komplet. Do me thënë për mua është shumë ushqim I mirë edhe jo shumë I shtrenjtë. E morëm edhe një cappuccino që shikoni pak sa të bukur ma kam bërë cappuccino sepse më pëlqeu ushqimi, shihep ma prishi tash. Andi vendosi lugën. Shumë e bukur cappuccino. Shihemi nesër e prisha sut e cappuccinos. Okej, erdhëm tek hoteli, ky është hoteli, është tek Stefan Platz, direkt këtu në Vjenë, këtu e kemi marrë, ja ku është edhe kjo katedrale këtu. Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhet në Vlogmas 20, që ku jemi këtu, jemi në Stefan Platz, markat e njohura, Louis Vuitton, Prada, Chanel, gjitha, të kjo rruga, edhe nuk I kam bërë një tur të hotelit, do ju bëj një home tur të hotelit, pak më vonë, tani jemi tek një, ku dëgjon çfarë është kjo, po s'kam informacion, se nuk e kam pyet Andin, por të ta pyes tani është një ngjyrë floririt që duhet t'rregoj tani, shumë e bukur. Muzika, mami, shi sa e bukur. Ne vëshë. Është mbrapa, po vjen me klap. Ja, do me thënë të kjo këtu, që do e lexojmë, do na thot Andi tash një informacion për këtë. Edhe kjo gjyshja këtu që po na jep hapësira dhe kjo këtu ku kemi ardhur ne, ai ka të gjitha rozë. Edhe ai talenta. Ne jemi në çfarë kemi. Voilà, edhe edhe veshja kësaj, shkoni për sa bukur. Atëherë Adriana ka marrë këtë, bezë, domatinje, sallam djatë, byrek I mbushur, buk, edhe
e gjalp edhe marmelat. Për Santin Claudia Hengri, Andi ka marrë kafe, ne kemi marrë cappuccino me krem, po këtu që më bën përshtypje është ujë, këtu ta jip ka ujin me çika me pika, shikoni çik. Ky ujë ti këtu është si gota rakie, hajde Claudia. E si gota rakie shqiptare, ky është ujë. Do me thënë ujë këtu ta sharrokan zonën. Nejse, fillojmë. Fixhanat më pëlqejnë, ambienti është super. Tu tek Aida, pse ka përshtypjen si emër shqiptar Aida. Dhe do ju tregoj morin që e kanë ndër në këtë mënyrë. Janë të lulet, çdo gjë është roz, edhe çunat i kanë veshur roz. Patek Filipe. Hajde ke hoteli. Mirë se erdhet në hotel e Vjen. Atëherë po ju bëj një room tour që na ka pëlqyer shumë i bukur, me një çmim shumë të arsyeshëm, edhe e kemi gjetë shumë shpejt. Atëherë do fillojmë, pastaj do kthehemi te banjot. Fillojmë me sallonin, që më pëlqeu shumë. Pra dekori fantastik, karriket jeshile, kjo lampa këtu jeshile, tapeti ngjyrë portokalli, divani gri, pra imagjinoni ujti bashkë me biskotat, këtu pas kemi edhe çokoladë, këtu ka libra, revista, këtu që do flejon me Adrianën, ajo që më pëlqeu tek shapkat, ajo që më pëlqeu ishte që këto ishin për Adrianën, kishte gjëra shumë të bukura, edhe ky arush i vogël për aromë, edhe shapkat, rob dishani, organët, pastërtia është në maksimum. Me thënë, pa tjetër që ka lëdhe një kështu vafla, kështu çokoladë. Kemi dhe dritat këtu te koka, më pëlqeu pjesa lart këtu, shumë e bukur dekori. Çfarë do ju tregoj? Më shumë kishe dominuse ngjyrën jeshile këtu. Këtu është pjesa Jakob Stefan Platz me fotografi, televizori. Do ju tregoj edhe pjesën këtu të banakut, kjo është karrigja punës. Këtu do t'i heqim çik se kam lënë unë, këtu është tableti Adrianës, këtu kemi pultin e televizorit. Okej, atëherë këtu, çfarë do ju tregoj këtu? Këtu ka disa gjëra, edhe në frigorifer, po këto janë me lek. Çfarë më bëri përshtypje, nuk ishin në paketë. Do me thënë çfarë do gjëja që të merri, do ta paguaje, gjë që s'më pëlqeu, por meqense çmimi ishte i arsyeshëm. Atëherë, vazhdojmë këtu, ku ka lënë gunën Adriana. Këtu kemi gjëra të mira në frigorifer, pra siç e pat, çdo gjë që pihet këtu është shtesë, duhet paguash. Me thënë, gjitha pije alkolike. Tani, më pëlqeu dhe ky ambazhuri, super fare i bukur. Tani shkojmë tek banjet. Atëherë, pjesa këtu e kafes. Okej, këtu kemi ka kafe, çaj, vetëm këto ishin falas. Kjo këtu. Tani, këtu është një raf për të mbajtur ndonjë gjë, patjetër. Filxhanat ishin fantastik fare. Shqiptanat këtu më pëlqyen shumë, me këtë kapelen me bisht, gotat, pra pastërtia në maksimum. Tani do ju tregoj pak banjen. E nezëm dritën, më pëlqeu që kanë bërë atë letrat me lule. Kjo është vetëm banja, do me thënë këtu, dera kaq është kjo. S'ka gjë, nuk e di, më duket ka Andi manda të ka. Shkoni pak të shikoj dhe veten time. Këtu ka lavamanin e duarve, shumë e bukur, dhe kjo që lan duart është shumë e bukur. Tani e mora unë, edhe këtu është dollapi që është bërë me dritë. Këtu hekri i hekurosjes, tavolina, tani do t'rregoj edhe pjesën e dushit. Atëherë, hajde këtu, shikoni çik kjo është duzhiera që ma pëlqeu. Ja dhe peshqyrët, kaloriferi, gotat pa tjetër për shplargoje, kishim dhe pasqyrës madhuse për make-up, pasqyra dhe duzhiera që është me xham, pra për të bërë dush, që neve tani do bëjmë dush me Adrianën edhe pak. Bëra dhe një home, ose jo home, room tour, më falni, një room tour që doli fantastike fare, është një dhomë fantastike fare. Më pëlqen jashtë mase dhe çmimi i arsyeshëm. Nuk i tregova dhe perdet. Shikoni çik perdet bezh me të bardhë. Ja dhe perdet. Kështu që do të shihemi
nesër në vlogun tjetër. Bye bye, natën.